janë të ndaluara institucionet private. Nuk është... Janë lejuar, janë ligjore. Absolutisht, jo. Arsimi primar është obligativ. Për cilin ti që si president. Unë kam thonë këtu edhe për mos me zot. Kam thonë këtë vend, se cili prej nesh është i privun, vetëm më falë, për thamë kështu. Këtë vend vetëm prej drejtës lëvizjes nuk është askush i privun. Pra lëviz lirshëm. Për se cilat të drejtave tjera në këtë vend një i privun. Pra, që për t'jap disa shambuj tjetër. Kur presidentja kërkon shërim jashtë vendit, kur ministri kërkon për familjarin e tij shërim jashtë vendit edhe merr para prej buxhetit shtetit, çfarë shembulli jep në këtë vend? Pra nëse ne sot flasim se Kosova ka institucione të brishta, dëgjoj, nuk jemi në Amerikë, dëgjoj, nuk është kualifikim, pse parësyshëm? Se ti je 25 vjet mas luftës. Po, do të thonë unë do të më bëj president, dëgjova, tash do të më bëj president. Nuk mundesh me kanifiku në atë mënyrë, nuk mundesh. Ma leja pak për kulturë debatit. Jo, debatin do vetëm mendoj që ti, unë edhe pse njihemi në distancë, kjo është një rast i mirë që të njiheni edhe kështu më mirë. Aktivitetit politik i një shqiptar amerikanit atje dhe në zgjedhje më ka bërë krenarët kam përcjell. Mirë po ti, që po drejtohem kështu, kishe me qenë shumë handikepun me fitu në zgjedhje kur ti kishe dhënë një shembull që nuk i beson institucionit publik në Amerikë. Edhe unë prej te dëshiroj që ti të paktën atë standard me prunë këtë vend. Pra standardin politik për cilin se cili qytetar është i barabartë. Me që të referua ktheja përgjigjen pastaj Musliut dy gjëra për marr. Unë jo vetë i zgjedhur politik në qytetin ku jetoj, që është një qytet sa i madh sa Gjilani, jam zëvendës kryetare dhe në fundit unë po mendoj që fëmijët e mi t'i hekin nga shkolla ku janë aty dhe t'i fusin në shkollë private. Nuk është e jashtëligjshme. Ka njerëz aty që janë ku mendoj mua që i kanë fëmijët në shkollë private, nuk do të thotë që është jashtëligjshme apo është dëshirë e prindit dhe është dëshirë e prindit. Do të institucioni publik edhe privat nuk dallon në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Se ka të njëjtën. Çka dallon? Primar, shkok që në New York. Primari kanë grilat nëpër dritare, shkollat private kanë krejt tjetër. Dallon shumë. E dyta e përmendë shëndetësinë. Nuk mund të me krahasu një shëndetësi në Kosovë 25 vite, arritjet e industrisë të shëndetësisë, apo si shëndetësia sa ka ecë përpara në Kosovë, nuk mundesh me krahasu kur e ki për shembull në një operacion që ka të bëjë me në sens që nuk ka mjete të kryet në Kosovë, nuk mundesh me thonë vallai ka qenë në Gjermani ose ka qenë diku tjetër. Nuk është problemi që ka qenë shumë mirë. Shumë mirë, i dëshiroj shërim secili. Po nuk mundesh tash me kushtzuni një person. Dëgjoj. Ne për çdo ditë kemi qytetarë në këtë vend, prej secilës vlerë sakrificë këtij vendi që dele